Përshëndetje shenja akrepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju fillon me kartën e mendimeve, me një energji të fortë të reflektimi. Duket sikur një situatë, një person ose një vendim pozë shumë hapësirë në mendjen tuaj. Mund të jeni duke analizuar të kaluarën, duke planifikuar të ardhmen, ose duke kërkuar përgjigje për diçka që ende nuk është qartësuar plotësisht. Kjo kartë tregon se shumë gjëra po përpunohen fillimisht në nivel mendor, përpara se të shfaqen në realitet. Më pas kemi kartën varfëri. Kjo është një kartë që shpesh keq kuptohet. Varfëria nuk flet domosdoshmërisht për mungesë financiare, por për ndjesinë e mungesës në përgjithësi. Mund të ndiheni sikur diçka ju mungon, sikur nuk po merrni atë që meritoni ose sikur po kaloni një periudhë pasigurie. Shpesh varfëria tregon më shumë perceptimin e mungesës sesa mungesën reale. Varfëria ju thërret të shikoni me kujdes se ku po e nën vlerësoni veten ose burimet që tashmë mund të keni. Më pas kemi kartën shtëpia. Pas ndjesisë së mungesës, shfaqet karta e stabilitetit. Shtëpia simbolizon bazat, simbolizon sigurinë, familjen dhe atë që është e qëndrueshme në jetën tuaj. Kjo kartë sugjeron se pavarësisht shqetësimeve që mund të keni, ekziston një themel i fortë mbi të cilin mund të mbështeteni. Shtëpia ju kujton rëndësinë e asaj që tashmë keni ndërtuar. Më pas kemi kartën person zyrtar. Kjo kartë sjell energjinë e autoritetit, strukturës dhe vendimeve serioze. Mund të lidhet me një person konkret, mund të lidhet me një institucion, mund të lidhet me ndonjë procedurë ose me ndonjë çështje që kërkon qartësi dhe përgjegjësi. Gjatë kësaj jave mund të lindë nevoja për të vepruar në mënyrë më praktike dhe më të organizuar. Më pas kemi kartën rruga. Kjo kartë flet se një drejtim i ri po hapet përpara jush. Ndoshta mund të mos e shihni ende të gjithë rrugën, por hapi i radhës fillon të bëhet më i qartë. Rruga flet për zgjedhje, flet për mundësi, flet për zhvillime që ju nxjerrin nga një situatë e vjetër drejt diçkaje të re. Ka energji progresi dhe zbulimi. Më pas kemi kartën martesë ose bashkim. Në një interpretim të përgjithshëm, kjo kartë simbolizon marrëveshje, bashkëpunim dhe forcim lidhjesh. Mund të tregojë një partneritet, një aleancë ose një situatë që fiton më shumë stabilitet dhe përkushtim. Martesa gjithashtu flet për bashkimin e energjive dhe krijimin e diçkaje më të fortë përmes bashkëpunimit. Më pas kemi kartën të ardhurat të papritura. Kjo kartë mbyll panoramën me një energji shumë pozitive. Kjo kartë tregon përfitime, mundësi ose zhvillime që vijnë në mënyrë të papritur. Nuk ka pse të jetë domosdoshmërisht çështje parash, mund të jetë një mundësi, mund të jetë një lajm i mirë ose mund të jetë një zgjidhje që sjell lehtësim dhe përparim. Është kartë që sugjeron se fundi i javës mund të sjellë një surprizë të këndshme. Në prizëm orakull kemi kartën magjia. Kjo kartë flet për mundësi të papritura dhe momente që duket sikur vijnë në kohën e duhur. Magjia nuk nënkupton që gjithçka ndodh pa përpjekje. Magjia tregon se kur jeni të hapur ndaj mundësive, jeta mund t'ju surprizojë në mënyra që nuk i kishit parashikuar ose imagjinuar. Pra është një kartë besimi dhe krijimi. Kjo javë nis me reflektime dhe pasiguri, por gradualisht hap rrugën drejt më shumë stabiliteti, bashkëpunimi dhe mundësish të reja.
Një zhvillim i papritur mund t'ju tregojë se gjërat po ecin më mirë se sa mendonit. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte: kur besoni te rruga që po hapet, jeta di t'ju surprizoj me bekime të papritura.